Servet Plumbi është i fundmit i të moderuarve, i të urteve në nivel lideri politik në Shqipëri. Besnik i parimeve politike të smajtës europiane, të cilat ai përfaqësonte si pak kush, kishte meritën e madhe të ishte i hapur, bashkëpunues, mirëkuptues me vizione të tjera politike. La në Shqipëri shembullin e politikanit fleksibël, politikanit të urave dialogu, të zgjidhjeve të vështira si pak kush tjetër. Megjithëse unë personalisht kisha një diferencë moshe me te në 10 vjeçarin e parë të demokracisë, kur kam pas rast të kem shumë kontakte me te, edhe si politikan i Partisë Aleancës Demokratike, ai ishte i tillë që të krijonte atmosferën e një bashkëmoshatari. Pra ishim shok dhe miq pavarësisht se me diferencë moshe. Në vdekjen e tij, politika shqiptare është më e varfër, por ai ka lënë një shembull i cili duhet ndiqet dhe besoj se ka njerëz në Shqipëri që dinë ta vlerësojnë modelin për momentin të papërsëritshëm të politikanit Servet Plumbi. Faleminderit.